Në fakt, i gjithë qarku i Vlorës është përfshirë nga rreshje shiu me intensitet të lartë gjatë 48 orëve të fundit dhe qysh prej nisjes së kësaj jave autoritetet kanë lëshuar edhe sinjalin SOS për të marrë masa të menjëhershme. Pika më kritike ka qenë pikërisht siç thatë dhe ju lumi Vjos. Në fakt, në qytetin e Vlorës nuk ka patur problematika të mëdha sa i përket rreshjeve me përjashtim të mesnatës të martës, ku ka patur disa grumbullime të ujit në bulevardin kryesor në lungomare, por me punën që është bërë nga ujësjellës kanalizimi rajoni Vlorë, është normalizuar situata në një kohë të shpejtë. Ndërsa në mbledhjen e shtabit të emergjencave civile të hënën u paralajmërua se lumi Vjos do të ishte pika më kritike dhe ashtu në fakt ndodhi. Ishte kryetari i njësisë administrative qendër Kanan Shakaj, ai i cili theksoi në mbledhjen e shtabit të emergjencave që duhet të marrë masa urgjent nëse nuk do të rregullohej një pjesë e dëmtuar e digës, uji i Vjosës mund të vërshonte deri në Vlorë. Në fakt, mëngjesin e kësaj dite, pra të enjte, situata po rëndohet në lumin Vjos, ka arritur nivelin e 7 metrave, ndërsa nëse do të arrit pikën kritike 7.5 deri 8 metër, lumi do të vërshojë pikërisht në territoret e tokave, duke dëmtuar edhe banesat apo bizneset aty pranë. Zonat më të prekura janë Mifoli, Ferrasi dhe Bishani, nëse do të mund të kemi një situatë që mund të rëndohet. Megjithatë